Të dashur me që ashtu si që ju njoftova paraprakisht, tani unë edhe jeta kemi kënaqësinë që minutat në vazhdim t'i ndajmë me Tarkan Kosova, kryetari i Këshillit të Referëve të Tenisit në Kosovë, me të cilin do të flasim për zhvillimin e tenisit në Kosovë, për fshirjen e Kosovës në skenën ndërkombëtare, mbështetjen institucionale dhe sfidat infrastrukturore. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që jemi ne sot. Faleminderit për ftesën, faleminderit. Shumë kënaqësi që sot je pjesë e emisionit edhe që kemi me fol për një sport shumë interesant që është tenisi, po na trego së pari gjendjen aktuale të këtij sporti në Kosovë dhe viteve të fundit sa ka pas zhvillim ky sport. Faleminderit, kënaqësi është për mua. Po, si thatë ju, jemi duke u ballafaqoar me sfida, sidomos në aspektin infrastrukturor, po na mungojnë fushat, ndërsa sa i përket sukseseve, qoftë ato individuale edhe në ajo grupore, respektivisht të përfaqësueses kombëtare, mund të jemi të kënaqur duke marrë parasysh kushtet paksi të vështira që i kemi. Fushat janë në mungesë në qytetet e Kosovës. Kjo mungesë paksi edhe në shqetëson neve shumë si komunitet i tenisit dhe se është janë ditët e fundit që të ndryshohet kjo gjendje. Nga kjo studio dëshoj të shfrytëzoj rastin të apeloj gjithë atynve që kanë përgjegjësi qoftë komunale, qoftë qendrore në institucionet qendrore, pra të na ndihmojnë në sigurimin e terreneve tenisit në mënyrë që edhe sporti jonë të funksionoj ashtu si duhet, se ndoshta edhe të gjithë nuk dinë pas futbollit dhe basketbollit në botë si sport, me në endi vjen tenisi. Tena futbolli është i shprehur po ashtu edhe basketbolli, por ja që me tenis, për shkak të mungesës infrastrukturore, jemi në qalim. Po, cila është zgjidhja që po bëhet edhe masa që po i merrni në mënyrë që të zhvilloni ushtrimet ashtu siç duhet? Çfarë zgjidhje po bëni? Në situata të vështira duhet të gjejmë alternativa, kështu që janë në disa qytete më kryesore të Kosovës janë do fusha, si të them, komunale, që ka ndërtuar komuna qoftë me mjetet e veta, apo qoftë me donacione nga Komisioni Evropian, apo nga organizatat të ndryshme. Dhe momentalisht jemi duke i shfrytzuar ato dhe kështu që është me rëndësi që komuna edhe shteti në përgjithësi të provoj të na siguroj më shumë kushte në mënyrë që të japim rezultate edhe më të mira. Për shembull, javën e kaluar kemi pasur kampionatin botror në Davis Cup, grupi 4, ku Kosova është përfaqësuar në atë grup, dhe për mrekulli reprezentacioni i Kosovës ka zënë vendin e parë nga 7 shtete të botës, me asnjë humbje, dhe kemi kaluar në një rang më të lartë ku do të përfaqësojmë vitin tjetër. Pra, edhe në kushte shumë të vështira, ne po arrim të bëjmë rezultate, por po të përmirësoheshin këto kushte, me siguri rezultatet do të ishin edhe më të mira. Vlen të ceket se në këtë kampionat botror që është në kjo ligë e kampionatit botror që është mbajtur në Tiranë, përpos kombëtarës tonë, edhe një grupi referëve nga Kosova kemi qenë aty në atë kampionat, ku kemi kryer detyrat tona me profesionalizim ashtu se kërkohet. Edhe pse kushtet, siç po e cek, nuk janë të mira, pra po kemi sukses. Do të thotë që kemi talent në Kosovë, apo jo? Edhe më trego pak sa po rritet interesimi të rinjve për sportin e tenisit. Ashtu, tenisi është pasion dhe gjithë ata që mirën me këtë e shprehin atë, dhe prandaj edhe Chelsea është këtu ku mund të jipen rezultate të mira.
Sa i përket masovizimit, nuk mund të themi se jemi të kënaqur, sepse si thash, në Kosovë shoqëria është më shumë e orientuar në futboll dhe basketbol, por me një shprehje, me një theksim pak më të duhur, të rinjtë tanë mund të orientoheshin më shumë edhe në tenis. Federata jonë e tenisit po bën çmos me veprimtari të ndryshme, duke provuar të sensibilizoj të rinjtë që të miren sa më shumë me tenis, dhe në mënyrë që Kosova të përfaqësohet në këtë sport, ashtu sigurisht edhe në sportet tjera mjaft me sukses. Po ashtu vlen të theksohet se federata është duke dhënë maksimumin, duke kontaktuar qeverit lokale si dhe qeverit qendrore, duke i lutur faktikisht që të na sigurojnë kushte pak më të mira, minimale, do fushat të na ndërtohen në mënyrë që të funksionalizojmë ashtu si duhet. Po, okej, le të kthehemi pak edhe te mbështetja institucionale. A keni bërë ndonjë kërkesë apo a ka pas përgjigje dhe sa janë ata të hapur ndaj kërkesave dhe ankesave t'juaja, qoftë institucionet komunale, qoftë ato më lart në autoritet? Kërkesat tona janë të vazhdueshme, si në komunë, ashtu edhe në Ministri të Sportit. Përfaqësuesit e federatës tonë janë në kontakte të vazhdueshme me përfaqësuesit si komunal, ashtu edhe qendror. Takimet zhvillohen, kërkesat bëhen vazhdimisht, po jo vetëm tani, por me vite më parë. Kemi pasur kështu edhe fjalë që do të bëhet, do të jipen, do të ndahet trolli, do të bëhet ajo, do të bëhet po ja që nuk është bërë ashtu aq sa duhet, prandaj edhe qalojmë në këtë aspekt. Dhe ne si komunitet u gëzuam shumë kur Prishtina fitoi kandidaturën për lojrat mesdhetare, ku edhe sporti tenisit është i përfshirë në ato lojra, dhe se aty kemi pas se ajo do t'jetë pastaj edhe obligative që në kuadër të infrastrukturës tjetër sportive të përfshihet edhe infrastruktura e tenisit. Disa gjëra janë në lëvizje, por konkretisht si do të bëhet kjo, nuk kam ende informacione, megjithse ka edhe disa vite derisa të fillojnë lojrat mesdhetare, por megjithatë këto lojra ne kemi identifikuar si mundësi e mirë për të kërkuar prej organeve gjegjëse për të na siguruar objekte të nevojshme, sepse ato tani duhet të ndërtohen me standarde ndërkombëtare dhe besojmë se Prishtina do të kompletojë gjithë infrastrukturën e nevojshme sportive e në kuadër të këtyne objekteve sportive të bëhen edhe fushat për tenis. Pra, ne jemi vazhdimisht në kontakte me komunat, me ministrinë, dhe shpresojmë që tani në këto vitet e fundit do të hasim në një dinamik më të theksuar. Po çfarë roli ka Këshilli i Referëve të Tenisit në zhvillimin dhe organizimin e ndeshjeve brenda vendit? Sikur se çdo sport, ashtu edhe tenisi ka pjesën e komponentës së referëve. Pra, një lojë në çfarëdo sporti do t'jetë i suksesshëm në qoftë se referimi është në nivel, në mënyrë profesionale dhe ajo ja siguron rrjedhën e duhur të një loje. Pa marrë parasysh të çfarëdo sporti. Loja mund të eskalojë edhe ndonjëherë, edhe te profesionalistët më të mëdhenj mund të humbin durimin, nervat, po referi është ai apo ajo i cili ta maj situatën në kontroll dhe ta përfundoj ngjarjen. Unë kisha theksuar se pra roli i referëve është shumë i rëndësishëm.
ne në Federatën e Kosovës kemi të organizuar mirë Këshillin e referve, pra kemi këshillin, në kuadër të këshillit kemi antarët e këshillit, kemi komisionin drejtues i cili merret me problematikat e përgjithshme gjatë turnirave, brenda sezonit kalendarik të tenisit, ku bëhet caktimi i referve të cilët do të marrin detyrë në turnirat të caktuara, qoftë si mbikëqyrës, qoftë si refer në karike, apo qoftë edhe refer në vija, kështu që do të kisha thënë prapë se ne po përpiqemi të sigurojmë profesionalizëm aq sa është e mundur në këto rrethana shumë të vështira, të cilat i kemi jo vetëm ne si refer, po edhe lojtarët. Sidomos lojtarët ballafaqohen pak me vështirësi më shumë për shkak të gjendjes infrastrukturore që e kemi. Po cilat janë kryesisht problematikat që më së shumti përballen referët në Kosovë dhe si është e mundshme që të bëhet përfshirja e tyre edhe në arenën ndërkombëtare? Pra, si që thash, kjo është e lidhur, kjo problematikë është lidhur në mënyrë zinxhirore. Kur krejt sporti ka probleme, atëherë edhe gjithë që janë brenda të ballafaqohen me sfida, qoftë lojtarët, qoftë referët. Për referët kisha thënë se sikurse edhe për lojën e tenisit në përgjithësi, mungojnë hapësirat e nevojshme. Për shembull, në për turnira që e mbajmë, shpesh mungojnë zhveshtoret, duhet të përdoret tualeti alternativ, pastaj pjesa në hije për refer, gjitha këto, sa i përket arenës ndërkombëtare, ne ngadal jemi duke prekur ka pak edhe atë arenë, për shembull, që nga viti 2011, kur ka dalë gjenata e pare e referve, gati çdo vit jemi prezent s'pak me një turnir ndërkombëtar. Do më thonë, këto lojrat, turniri i kampionatit botëror si të meshkujt që është Davis Cup e të femrat që dikur ka qenë Fed Cup e tani që është Billie Jean King Cup, gati çdo vit ne jemi të pranishëm aty që nga viti 2012, po them për këto lojra që mbahen këtu në Ballkanin Perëndimor, në shpesh kemi qenë në Ulqin. Në Ulqin me vite me radhë është mbajtur kampionati botëror, pra një ligë e kampionatit botëror, ku një grup i referve kemi arritur të plasohemi aty duke treguar sukses të mjaftueshëm. Kemi qenë prezent edhe në turnira të nivelit tjetër, kemi qenë edhe në Sloveni në turnir të nivelit Challenger, kemi qenë edhe në Podgoricë në nivelin e turnirit ITF Women's Circuit. Me rëndësi gjitha këto pjesëmarrje janë një bagazh tepër i rëndësishëm. Tepër rëndësishëm. Nga viti i kaluar arritëm të depërtojmë edhe në një turnir pak në niveli më të lartë. Fjala është për turnirin Challenger 125K, cila po mbahet në Turqi, që mbahet vazhdimisht. Vjen të theksohet se Turqia ka një numër të madh të turnirave që mbahet aty. Ne kemi arritur të plasohemi nga viti i kaluar edhe aty, si vjet po ashtu, kemi pas përfaqësues edhe aty, kështu që dal nga dal jemi duke depërtuar edhe në arenën ndërkombëtare. Vlen të theksohet se neve fillimisht na ka bërë shumë problem çështja e vizave.
Ai ka qenë problem. Është një zgjidhje tash. Tani, masi që ajo është një çështje e zgjidhur, tani në është hapur rruga edhe për një pjesëmarrje më masive në arenën ndërkombëtare. Dhe duke marrë pjesë në për këto turnira ndërkombëtare, referët tanë e shohin nivelin më të lartë të organizimit, profesionalizmit dhe gjithë atë eksperiencë pastaj e bartim në turnirat e sezonit ton kalendarik, duke kontribuar në një kompeticion më profesional të tenisit në Kosovë. Faleminderit. Shumë për gjitha informacionet, do ishte kënaqësi të flisnim edhe më gjatë, për kaq na mjafton. Faleminderit edhe ju për ftesë. Edhe njerë dëshiroj të shfrytëzoj rastin, të apeloj organeve komunale, organeve qendrore të na përkrahin sa më shumë që është e mundur, sepse është koha e fundit edhe ne të plasohemi si sport i fuqishëm